Shumë herë është diskutuar në të kaluarën dhe shpeshherë në televizione, ka pasur polemika se sa e ndjen Armando Broja fanellën e Shqipërisë. Kjo pasi, edhe në të kaluarën, kur ne nuk ishim lojtarë që shkonin kaq larg në klube, e dinim se lojtarët që luajnë në ekipe të mëdha e kursejnë veten e tyre në ndeshjet e kombëtares, pasi në klube paguhen më shumë dhe kanë gjithë karrierën. Por ky nuk është rasti i Armando Brojës, kartoni së cilit zotërohet ende nga Chelsea dhe është pjesë e Evertonit në Uazim. Këtë sulmuesi shqiptar e dëshmoi edhe në ndeshjet e marsit për Shqipërinë, atje ku pavarësisht dëmtimeve të shpeshta dhe që rrezikonte seriozisht karrierën, sërish u grumëllua në kombëtare për të dhënë kontributin e tij kundër Anglisë dhe Andorrës, dhe në fakt nuk ishte një kontribut i vogël. Broja ishte e vetmja shenjë pozitive ndaj Anglisë dhe njeriu që mbylli ndeshjen me Andorrën bashkë me Ray Manajn. Ndërkohë, për të kuptuar se sa e ndjen origjinën e tij Armando Broja, mjafton të përmendim se çfarë ndodhi dje. Sulmuesi shqiptar mori më shumë minuta nga zakonisht Evertoni, teksa hyri thuajse për 30 minuta në përballjen kundër Arsenalit, atje ku Evertoni barazoi 1-1. Menjëherë pas asaj ndeshje të zhvilluar, Armando Broja u nis për në Manchester për të mbështetur bokserin shqiptar, Jurgen Uldedajn. Ky është bokseri shqiptar më i suksesshëm, i rankuar në 4 federatat kryesore të boksit profesionist, IBF, WBA, WBO dhe WBC. Jurgen Uldedaj kishte një ndeshje me një bokser nga Kili, Gerardo Melado. Për fatin e mirë, Uldedaj e fitoi këtë duel fal vendimit unanim të gjyqtarëve, që vendosën në favor të shqiptarit, pasi të dy bokserët qëndruan në këmbë për 10 raunde, pa u mbyllur ndeshja në knockout. Kjo përballje u zhvillua në Cop Live Arena në Manchester, arena më e madhe në Angli, me kapacitet 24.000 vende, ndërsa Kiliani Melado kishte 12 fitore dhe 3 humbje para takimit me Uldedajn. Pas kësaj fitore, Uldedaj t'i japet rruga për të tentuar ndeshjen që do t'i jap titullin e madh botëror në peshën Cruiserweight. Kështu Armando Broja i ka dhënë edhe fat bokserit shqiptar, që nuk i ka zgënjur shqiptarët për të marrë një fitore të madhe dhe me më shumë peshë. Deri para këtij takimi, Uldedaj numëronte 20 ndeshje, nga të cilat kishte marrë 19 fitore dhe vetëm një humbje, edhe ajo me vendimin e gjyqtarëve dhe jo me knockout.